Kush është kundër? Menjëherë pas dështimit të mandatarit të dytë të lëvizjes vetvendosje Glauk Konjufca për të marrë shumicën e nevojshme për formimin e qeverisë së re, PDK-ja dhe LDK-ja kërkuan nga presidentja Vjosa Osmani të shpallë zgjedhjet e parakohshme pa humbur kohë. Pasi tha se zgjedhjet e reja të duhej të mbaheshin qysh në qershor të këtij viti, ish kryetari i PDK-s, deputeti Memli Krasniqi, pas seancës theksoi se e para e shtetit duhet të veprojë sa më parë të jetë e mundur. Shpresoj shumë që zgjedhjet e jashtëzakonshme që duhet shpallën menjëherë, sot apo nesër, pa humbur kohë, vërtet të japin qytetarëve një mundësi për verdiktin e tyre. E diela e parë, brenda 30 ditëshit të afatit kushtetues, është data që duhet me ndodhë, sepse s'ka kohë për me humbë. Derisa para seancës kreu i LDK-s Lumir Abdigjiku vlerësoi se presidentja pati gjykim të gabuar kur i dha 2 javë kohë Konjufcës, deputeti tjetër i kësaj partie, Armen Zemaj, kërkoi shpalljen e shpejtë të zgjedhjeve. Ne edhe ashtu kemi humbur shumë gjatë këtij viti, por blokuesi dhe emri i përveçëm i kësaj blokate së dëmur përgjigjen edhe me votë në Kuvendin e Republikës së Kosovës. E thrasim edhe presidentën e vendit që të respektojë afatet kushtetuese dhe mos lejoj asnjë ndërhyrje të kujdo qoftë në vendimarrjen e saj. Zgjedhjet i konsideroi kreu i AK-s Ramush Haradinaj, që foli për muajt e humbur. Një konsultim i presidentes me partitë politike dhe Komisionin Qendror të Zgjedhjeve pritet t'i paraprijë caktimit të datës së zgjedhjeve që duhet të mbahen më së largu 40 ditë nga shpërndarja e kuvendit. Këtu i mbyll punimet e kësaj seance të jashtëzakonshme. Faleminderit e miropafshim.